për kryetar të kuvendit, por edhe për çështjen e qeverisë, pasi e shtroi kushtrimi dhe dëshëm marrëm një përgjigje publike. Më bie tani këtu me u përsëris, unë kam qendrim publik edhe e cilin e kemi të marrur në kryesinë e Partisë Liberale Egjiptiane, edhe ne jemi të interesuar që kuvendi me u funksionalizu sa më parë. Si Parti Liberale Egjiptiane nuk shohim asnjë arsye për të mos votu, për të mos u konstituu kuvendi i Kosovës, sepse jemi zgjedhur për të qenë pjesë e kuvendit të Kosovës. Do votoni për zonën Haxhiu. Po. Ne kemi votu 2 herë, domethënë kam votu zonin Haxhiu, do ta votoj secilin deputet, po mendoj secilin sepse mund të kemë persona që normalisht që nuk pajtohen. Në rastin tonë, unë duke pas situatën e nevojshme për të filluar kuvendi dhe pastaj për të filluar afatet dhe për të filluar funksionalizimin edhe mekanizma institucione të tjera, unë e shoh të arsyeshme shumë që të konstruohet kuvendi, të votohet kryetari ose kryetaria kush do të qoftë, edhe pastaj për të kaluar në diskutimin tonë për të bërë qeverinë apo jo. Domethënë unë për të qenë i qartë me opinionin, nuk kam asnjë marrëveshje politike për të bashkë qeverisë me zotin Kurti. Kjo pjesë mbetet në vazhdimsi, domethënë pas konstituimit të kuvendit, tulem nëse arrim me pas një dakordancë, unë i kam kërkesat e mia që janë rrjedhimisht. Cilat janë kërkesat tua? Jam që të përmbushet programi Partisë Liberale Egjiptiane, që janë përfshirja e egjiptianëve në institucionet e sigurisë, përfshirja e egjiptianëve në punësim, në zhvillim ekonomik, të ketë investime në komunitet, dhe të njëjtën kohë të marrin përgjegjësi në qeverinë Kurti, i cili janë pozicione të cilat neve na garantojnë edhe na japin të drejtë me besu fuqishëm që ne kemi me implementu programin tonë dhe normalisht... E qartë. A në kupton kjo përfshirja që i bjen që dëshirojnë ta keni një ministri në këtë rast? Sigurisht, ne kemi kërkesë, jo dëshirojnë, sepse nuk është punë dëshirash, por është punë nevoje, është punë vazhdo. Me nevoje që ne e thash edhe një herë, pozicionet tona politike që janë të kërkuara në qeverinë Kurti, sepse ne po e ripotencoj. E kemi pas një komunikim të mirë, kemi filluar me parafru raportet, me pas pasim të njëri tjetri, mirë kuptim. Ne kemi kërkuar pozicione të cilat janë të rëndësishme për ne, sepse i besojmë vetes për të ndihmu implementimin e programit. Përfshirë edhe ministrinë, përfshirë edhe këshilltarën në fushat të caktuara, përfshirë edhe zëdhënës ministra në fushat e... A është kjo puna e ministrisë kusht? A është kusht, Berisha, se jemi në telefon e ta shkurzojmë? Kërkes apo kusht? Është kërkes. Prit tani qëndro me mua se dëgjoja qëndrimin e zotrive. A është kjo e plotësueshme kjo kërkes? Unë nuk e di sepse s'jam pjesë e negociata, por unë vetëm desha ta ndëgjoj vetonin se cilat janë kërkesat e vetonit që i përfaqëson komunitetin e tij. Më interesoj. A janë të plotësueshme në kuptimin a duhet merrje parasysh? Unë mendoj, janë lizore, janë. Unë këtu vetëm do të tregoj vullnet ose ne nuk e di pse do të mund diskutua janë as janë. Ne jemi kategori kushtetuesve. Diskutohet ajo, po është edhe një subjekt tjetër politik, është edhe zoti Gatë me marr përgjegjësinë këtë vend, do të më na paragjykua bata zbat, nëse ka vullnet gjitha kushtetuese dhe ligjore janë plotësuar, do të ketë vullnet me na ndihmu. Dëgjoja vetëm edhe Arbrin për ta para se ta përmbyllim, Arbër. Arbër Rexhej. Po sigurisht që do të ketë vullnet, besoj që marrëveshja dhe dialogu në këtë rast me kryeministrin Kurti do të vazhdojë edhe vetoni, pra do të jetë pjesë e shumicës parlamentare, tash kjo çështje do të jetë ministër? Kjo çështje tash i takon kryetarit tonë të subjektit politik Lëvizja Vendosje Albin Kurti, edhe vetonit pra si kryetari një subjekti, se çka janë ato marrëveshje, besoj që këta mos po ju prish punë me Elbertin pastaj. Nuk na prish me Elbertin, këta janë kolegë edhe me Elbertin. Edhe besoj që në fund do ta kemi një marrëveshje edhe me zotrin. Me lejen e juaj vetëm edhe sqarim kështu. Shkurtimisht se mbyllim. Vetëm një sekond, nuk është mbytyje vetuni, nuk ka po bëhet fjalë për vetuni, po bëhet për një fjalë për një përfaqësues i Partisë Liberale Egjiptiane, nuk e dim kush mund të jetë.
ne ofrojmë vlerat tona të cilat i kemi që besojmë to, edhe nuk ka të bëjë me vetonin, ka të bëjë me besimin tonë, institucione, edhe institucionet të besimin ne. Ne jemi të gatshëm me dhënë kontribut, kushdo të qoftë që vjen është më i mirë se tjetri. Bele kështu pak me sarkozëm, po me qenë se po e shohim që është një blokad, ne jemi të gatshëm me ofru kandidat dhe për kryeministër. Edhe për kryeministër? Jo, nëse ka vullnet këtë vend, mendoj që është do një ditë